Shteti i Kosovës me institucionet e veta të reja ka edhe një sistem të ri arsimor që ndeshet natyrisht me sfida të ndryshme. Aktualisht në Kosovë ka një universitet publik, ndërsa i vetmi universitet i licencuar privat është Universiteti Amerikan i Kosovës. Sot ne kemi të ftuar për një bisedë drejtorin e marrëdhënieve me jashtë të Universitetit Amerikan të Kosovës në Prishtinë, Ilir Ibrahimi. Ilir, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Laura. Kemi patur fatin që kemi këtu kolegun tuaj për disa vjet tek Zëri Ameritës dhe vetëm një vit më parë ju jeni kthyer në Kosovë për të punuar pra për Universitetin Amerikan. Është kënaqësi për ne që kemi të ftuar. Po, është kënaqësi për mua, është edhe kam emocionet e mia sepse këtu në Zërin Amerikës unë kam filluar edhe karrierën time këtu në Amerikë. Hapat e para të mi në gazetari dhe në karrierë gjithashtu, kështu që të virë të shoh shokët dhe miqtë e mi me cilë kam punuar për një kohë gjatë është një kënaqësi shumë e madhe. Mirë se erdhe. Mirë se jeni. Ilir, Universiteti Amerikan i Kosovës, çfarë ofron studentëve Kosovës? Po, duke pasur parasysh që arsimi në Kosovë ka pasur një goditje shumë të madhe nga regjimi i kaluar. Ne dim që në vitin 1991 shumica shkollë, të gjitha shkollat në Kosovë mbyllën dhe zhvillohen atë arsimi privat, ashtu quajtur paralel. Arsimi në Kosovë është dëmtuar shumë. Ideja e Universitetit Amerikan ishte që të ofrojë një dritare për të rinj kosovar dhe besoj që atë ka arritur ta bëjmë. Këtë mund ta shohim ne në çdo ditë tani me suksesin e studentëve tonë. Pra, ajo që ofron studentët amerikan në Kosovë sot është një arsimim për të rinj kosovar i cili është i njohur ndërkombëtarisht. Ne kemi një partneritet me Rochester Institute of Technology, i cili është me Shtetet e Bashkuara, dhe studentët tanë marrin po të njëjtën diplomë të cilën e marrin edhe studentët këtu në Rochester. Sa e vështirë është mbijetojë një universitet privat në Kosovë, pra një universitet me pagesë të kushtet kur ekziston në universiteti publik? Universiteti Amerikan në Kosovë është ndoshta është i vetmi universitet jo fitimprurës. Ka shumë universitete private në Kosovë, pa të gjitha janë fitimprurëse. Ne jemi jo fitimprurës, do të thotë nuk guxojmë të kemi fitim në fund të vitit. Është shumë e vështirë dhe këtë vit është viti i parë i cili do të mund të mbulojmë shpenzimet tona, duke pasur parasysh të hyrat tona nga tuitions që kemi, nga pagesa e studentëve. Kurse deri tani ne kemi qenë të ndihmuar nga një fond i cili i është dhuruar universitetit për të themeluar, nga fondi që ka qenë 3% para çlirimit të Kosovës, i cili ndihet në Kosovë si fondi Bukoçi, dhe ky ka qenë fondi i cili ka qenë guri themeltari i universitetit. Mirë, por universiteti ka pasur një ndihmë dhe një përkrahje të madhe nga shumë institucione të tjera, nga shqiptarë dhe shqiptarë amerikanë të tjerë, të cilët e shohin arsimimin si një nga pikat kyçe për zhvillimin e Kosovës. Po qeveria e Kosovës çfarë ndihmëse jep? Qeveria e Kosovës është një partner, mund të themi, në të kaluarën dhe tani vazhdon të jep bursat e ndryshme për studentë të ndryshëm, me qëllimin që të marrë pasaj ata studentët cilët duhet të shkojnë punën për qeverinë. Do të thotë qeveria është shumë e vetëdijshme që ka nevojë për ngritje kapacitetesh dhe Universiteti Amerikan mund ta bëjë një gjë të tillë sepse studentët tonë me vërtet janë studentë të cilët mund të futen në çdo punë dhe të tregojnë sukses madh sepse marrin një edukim të klasës të parë. Çfarë lëndësh ofron Universiteti Amerikan? Me themelimin e universitetit ne kemi marrë për bazë nevojat e cilat i ka Kosova. Do thotë ato lëndë të cilat ne i ofrojmë, ato degë të cilat ne i ofrojmë, kemi menduar se janë degët të cilat do t'i nevojitishin, do t'i kishte përfitim Kosova më tepër. Do thotë ne kemi degë në management, se kemi menduar që në kompanitë kosovare do të kenë nevojë për menaxher. Kemi pastaj degën e ekonomisë dhe statistikave, sepse Kosova si nevojitet një zhvillim ekonomik. Kemi gjithashtu degën e public policy, në politika publike, sepse dëshirojmë që studentët tonë shkojnë të punojnë në qeverinë e Kosovës dhe institucione ndryshme të publike, si dhe kemi media dhe communication, media dhe komunikim masiv, sepse çdo qeveri apo çdo shoqëri ka nevojë për diçka që ta mbikëqyrë, sikur që kemi këtu në Shtetet e Bashkuara. Synoni të zgjeroni këto degë? Ne synojmë edhe një nga këto arsye është edhe vizita ime këtu. Unë kam qenë në Rochester Institute, kemi diskutuar me partnerin ton akademik për mundësitë të tjera të zgjerimit të degëve. Kemi ndërmend ndoshta që të fillojmë me një MBA program, i cili ka shumë kërkesë në Kosovë, për shembull studentët tonë të cilët kanë kryer në bachelor, kanë kërkesë të shkojnë në MBA program, ka edhe kërkesa në rajon, sepse Universiteti Amerikan tani nuk është vetëm Universiteti i Kosovës. Sa student ka atje dhe nga çfarë vendesh të tjera të rajonit vinë për studiuar në Kosovë? Ne kemi diku më tepër se 600 studentë tani. Shumica studentëve padyshim vinë nga Kosova, mirë por ne kemi studentë që vinë nga 21 vende ndryshme, që është një fenomen. Jemi ndoshta universiteti i vetëm multietnik në Kosovë, kemi studentë serb, kemi studentë nga Turqia, nga Shtetet e Bashkuara, nga Suedia, nga Gjermania, nga 21 vende ndryshme dhe është një kënaqësi e vërtet që të shohësh në një midis akademik, ka është e vogël,
ku përzihen kaq shumë kultura. Dhe dëshirojmë që këtë numër të studentëve që vijnë nga jashtë arrisën më tepër. Pra nuk e shohim Universitetin Amerikan në Kosovë si një vatër arsimimi vetëm për studentët nga Kosova, por si një vatër arsimimi për gjithë rajonin. A keni ju statistika lidhur me punësimin e studentëve të universitetit tuaj në Kosovë apo edhe jashtë Kosovës? Kemi atë statistika dhe jemi shumë të kënaqur me atë statistika. Në Universitetin Amerikan përveç edukimit, ne kemi edhe një zyre e cila ndihmon studentëve që të gjejnë punë dhe të gjejnë veten në karrierën e tyre. Kjo ndihmë nuk përfundon me diplomimin e studentëve, por vazhdon edhe pas diplomimit të tyre. Do thotë ne ndjekim karrierën e tyre se ku shkojnë, se çfarë bëjnë, çfarë ndihmë kanë e gjitha. Tani për tani, sipas statistikave tona, 95% e studentëve të cilët kanë diplomuar nga Universiteti Amerikan janë të punësuar. Tani kjo në një vend ku punësia është 40%, është një sukses shumë i madh. Ky 5% është ndoshta nga ata të cilët ose nuk dojnë punojnë sepse kanë bizneset vetat, ose kanë filluar të studiojnë studime pas universitare. Këtë vit kanë filluar diku 18 studentë që kanë diplomuar në universitetin tonë kanë ardhur në universitete në Amerikë dhe në Evropën perëndimore për të përvijuar studimet e tyre pas universitare. Veç Universitetit prestigjioz të Rochesterit, a keni ju kontakte me universitete tjera të rajonit të Evropës apo të Amerikës? Kemi kontakte tjera me universitetet amerikane në rajon. Ne kemi një takim vjetor me të gjitha universitetet amerikane në Evropën lindore dhe ka edhe një universitet tjetër në Rom, me të cilët kemi raporte shumë të mira. Ne kemi exchange, shkëmbime të studentëve mes nesh, kështu që sepse misioni jonë është jo vetëm të ofrojmë një edukim të lartë, të nivelit të lartë për kosovar, po edhe një diversitet. Do të ta bëjmë tamam një universitet amerikan, siç e kemi edhe këtu për shembull, që në Universitetin Amerikan ke studentë nga gjithë bota. Ilir, ju keni studiuar këtu në Amerikë, keni ndetur për disa vite këtu, keni krijuar familjen këtu, pra u kompletuat si intelektual në Shtetet e Bashkuara dhe u kthyet në Kosovë ku po punoni tani në Universitetin Amerikan. A është një fenomen i zakonshëm që ndodh në Kosovë, pra që intelektualët e rinj kthehen në vend për dhënë kontributin e tyre? Po, nuk do ta quaj fenomen, është një gjë e cila po ndodh, një prirje po ndodh në Kosovë, ndoshta jo as sa na duhet neve. Për shembull Kosova ka shumë nevojë për kapacitetin në të gjitha fushat. Këtu në Shtetet e Bashkuara ne e dimë që ka shumë të rinj të cilët kanë kryer shkolla shumë të mira dhe kanë marrë një eksperiencë shumë të mirë, të cilën mund ta sjellën në Kosovë. Kosova ka nevojë për gjithë këta njerëz, edhe unë i siguroj ata që do të mund ta gjejnë veten atje. Edhe pse ka ndoshta ndonjë lajm apo perceptimi është ndoshta që është vështirë gjehet puna, por për një nivel, për një person i cili më të vërtet don të gjejë një punë në Kosovë, dhe është i përgatitur profesionalisht, gjithmonë do të gjejë punë. Do të fitojë gjithë këta janë. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit shumë. Gjithë mirat.